por nuk e ka të famshmen GBU 57, një bombë 14 tonëshe, aq e rënd sa mund të lëshohet vetëm nga flota amerikane e avionëve bombardues të rënd B-2. Pesha prej 13.600 kg do të thotë se forca e tij kinetike i mundëson të arrijë objektiva në thellësi të tokës dhe mund të deportoj rreth 61 metra nën sipërfaqe përpara se të shpërthejë. Kryeministri izraelit Netanyahu e ka bërë të qartë dëshirën e tij për të shkatruar programin bërthamor të Iranit. Tre vendet që ata duan vërtet janë Natanz, Fordow, që janë vende të pasurimit uraniumit, dhe Isfahani, që është një nga qendrat më të mëdha të kërkimit bërthamor në Iran, sqaron profesor Clark. Rafael Grossi, kreu i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, tha se prej goditjeve të fundit, uzina e Natanzit pësoi dëme të mëdha. Megjasa 15.000 centrifuga u dëmtuan, po jo shkatruar, dhe ndodhi për shkak të një sulmi që ndërpreu furnizimin me energji të centrifugave. Kurse në Fordow nuk u vure asnjë dëm, shtoi Grossi. Në Isfahan pati dëme në ndërtesa, përfshirë laboratorin qendror kimik dhe një uzinë konvertimi të uraniumit. Por Grossi shton se hapësirat nëntoksore nuk duket se janë prekur. Ndërkaq, profesor Clark paralajmëron se Izraeli ka të ngjarë të vazhdojë fushatën e bombardimeve kundër objekteve bërthamore të Iranit. Mendoj se ata do të vazhdojnë ta vizitojnë përsëri Natanzin. Do duan të vazhdojnë të synojnë më shumë shkatrues bunkerësh derisa të godasin vetë sallën e centrifugave, tha Clark. Ai shpjegon se Fordow duket shumë i thellë për bombat izraelite kundër bunkerëve, por Izraeli mund të përpiqet ta dëmtojë atë në një mënyrë të ngjashme me atë që ndodhi në Natanzit, duke ndërprer furnizimin me energji elektrike. Në të kundërt, do i duhen ndihma e bombarduesit amerikan GBU 57. Atëherë rikthehemi në pjesën e dytë të emisionit, na është bashkuar Lart Vasili Polemist, më mbroma Lart, mirë se erdhe në 360 gradë. Të kemi patur pak larg sepse gjeopolitika dhe luftrat tonë se thua kur janë larg Shqipërisë, ne të mbajmë larg dhe ty. Kur afrohen afër Shqipërisë, atëherë je i pazëvendësueshëm. Mirë se erdhe dhe faleminderit. Elida Bozhegu, ekspert e drejtës ndërkombëtare në këtë kontekst. Një pyetje e kështu flesh, ka më të drejtë ndërkombëtare në këto momente që po jetojmë? Po, përgjigjja është, po thënë jo. E thënë kështu me fjalë të thjeshta është jo, sepse janë prishur komplet dinamikat dhe peshorja e ekuilibrave gjeopolitik deri dje në drejtën ndërkombëtare mundohej të ishte e tillë që të mos krijonte disbalancat fuqishme. Në këto momente, me gjithë deklaratat e shteteve pjesë e Kombeve të Bashkuara në mënyrë të veçantë dhe diskriminimi i pastër për zonat veçanta luftrash, tregojnë që drejta ndërkombëtare e ka humbur peshën e vet rregulluese, si rregulator i marrëdhënieve. Jemi kthyer në ligjin e xhunglës pak a shumë. Ndoshta jo në mënyrë të plot, por pothuajse po. Në këto 24 orët e fundit në Gazë janë varur 144 veta. Dhe heshtja tregon 144 palestinezë. Ndërkohë që kur vriten 2-3 ose 3-4 izraelita apo europian me në i gjë, peshorja non nga ana e mbështetësve. Ndërsa Gaza ngelet një periferia. Sipas parimeve të drejtës do të ishte ndryshe. Totalisht ndryshe. Okej, falenderoj. Jam dhe Manduena Allabani, më mbrëma Manduena. Më mbrëma mirë se që. Të lashtë në fund, sepse në këtë temë do të trajtojmë afrohemi afër në Shqipëri, pra Irani nëpërmjet Khomeneit ka kërcënuar jo vetëm Izraelin, po dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe çdo vend i cili do të ishte implikuar në një konspiracion ose në një aleancë kundër interesave iraniane. Tani ne kemi ushtarak iranian në Maz, janë refugjat politik, por dhe dim shumë mirë që një pjesë të tyre janë ushtarak. A jemi target lufte dhe çfarë masësh po merren në Maz e kështu gjërash? Jep një pasqyrë. Pre 4-5 ditësh, sigurisht që policia e shtetit dhe strukturat e specializuara të saj kanë marrë përsipër që të jenë shumë vigjilent për sa i përket kampit Ashaf, që ndodhet në Mans, i ngritur që prej vitit Ashaf. Po, i ngritur që prej vitit 2017, mos gaboj. Ka një
një vëmendje të shtuar të gjithë personave që gjenden aty, nga informacionet që unë kam, aktualisht numri i këtyre personave është deri në 3.000. Një minut, është kjo pamja që kemi neve nga kampi Ashraf, aty ke dera apert par pas atë 2 luen, që se ke mundësi të spiterosh, sepse kjo është dhe kuptimi i Rising Leon, që është ky sulmi, emri i sulmit të Izraelit. Sepse kjo është simboli, po, këtë pjesën ato e luanë, kjo është simboli i monarkisë iraniane, i shaut, pandaj dhe kjo të Rising Lion, po, do të shohim pastaj. Aktualisht qëndrojnë 2.800 deri në 3.000 persona. Bravo, atë kisha. Po. Ajo që... Kjo është simbolika e Rising Lion, do të thënë simbolika e pretendimit që ka Netanyahu për thënë që të zgjohen po dhe atë e kanë ngritur vetë ata, një pjesë e mirë e këtyre janë... Dhe kanë vënë aty dera e kampit Ashraf, pa që janë të mbretit ta. Jo. Janë kundër mbretit. Këta e urejnë mbretit më shumë se sa Khamenei. Apo në simboli... është simbol tjetër. Në simboli... Jo, po simboli monarkisë ai? Jo, së simboli monarkisë. Jo? Jo, nuk është. O, i luan tjetër. Sa luan ka Irani të nësë? Po të ashtë i bota kështë 2 dikur. Edhe të ashtë i vazhdo të ketë. Të tërë kanë një së dhe Izraelit. Me do se ishin, dakor, kanë shumë nësi do të caktojmë qarë do të thotë kjo mesazh. Po, Andruan? Një pjesë e mirë atyre janë ushtarak, ka nga ata që janë të lënduar si pasojë e luftrave që ku kanë marrë pjesë më përpara, para se të vinin në Shqipëri, po duke qenë se në kamp ndodhet dhe një qendër spitalore dhe ata kanë nevojë për një mjekim të përhershëm, ata mbahen në kushte aty spitalore. Unë e thash dhe këtu para disa ditësh zhej që në kamp nuk lejohen martesat, burra dhe gratë që ndrojnë të veçuar, ka një që mbas kontrollit të fundit që u bë në vitin, me sa mbaj mendun, vetëm pak të referohem, vetëm nga viti 2017, kur ky kamp është ngritur, policia shqiptare edhe strukturat shqiptare kanë referuar më shumë se 50 denoncime në prokurori për shkak të disa veprimeve antiligjore që janë kryer nga ana e tyre, por këto janë personazhe të cilët të paktën në çdo 3 vite shteti shqiptar bashkë me shtetin amerikan, pjesën ambasadës amerikane, por edhe OKB-ja, e cila është angazhuar që të garantoj jetën e tyre në këtë vend, rinovojnë lejet e qëndrimit çdo 3 vite. Aktualisht, këta persona që qëndrojnë aty pra rreth 3.000 veta, nuk e kanë të rinovuar lejet e qëndrimit. Çka i bëjnë që këta njerëz të jenë deri diku as në qiell, as në tokë. Të pasigurt për atë se çfarë i pret. Pjesa më e madhe e rinis, pra flasim për një moshë relativisht të madhe, e cila gjendet në kampin Ashraf. Pjesa e re e tyre ndodhet në Francë, në Gjermani dhe në Angli. Ka disa spekulime në fakt edhe për shkak të përfaqësimit islamik që i bëhet këtyre personazheve, që janë deri diku edhe të financuara, sipas informacioneve që unë kam, nga shteti turk, për shkak të interesave ekonomike apo për shkak të interesave politike që bën Turqia në vendin tonë, duke e sjell në vëmendje kampin Ashraf si persona cilët mund të ndjellin terror edhe mund të jenë problematik nesër pas nesër, por që për momentin le të themi që këta janë letargjik si personazhe. Ndaloj një minutë të shpjegimit që është shumë interesant. Tani ju lutem o Goxha e o Krysavi se më hodhët të luanët me shumë forcë, që strukture, që botë kuptimi, që platforme politike janë ta? Ta një sekt me pavarësisht se mundohen të japin një konotacion fetar, por nuk kanë asnjë konotacion fetar, as nuk falen, as nuk kryen falje, as nuk kryen rite fetare si gjë tjetër, vetëm femrat mbajnë këtë pra shamin, pra vetëm shamin në kokë, as gjë tjetër, por këta baza e tyre është komuniste. Pra, sistemi i tyre, ajo çfarë ata mbi cilën kanë luftuar atëherë, këta ishin komunistë, organizata komuniste të cilat ju bashkangjitë revolucionin islamik me qëllim që të ndanin pushtetin nesër me Ayatollah Khomeinin. Por Ayatollah Khomeini morti pushtetin dhe këta këtyre nuk i dha pushtet, atëherë këta dolën me njëherë kundër tij, duke luftuar kundër Ayatollah dhe biles Khamenei që është sot. Nëse e keni parë, Khamenei nuk e lëviz dorën e djathtë, për arsye se këta i kanë bërë atentat
për ta vrarë, i vunë bombë dhe nga ajo i mbeti dora e tyre. Po këta, atëherë dhe... Pra do që grupi rrezikshëm? Kanë qenë grupi rrezikshëm në Iran. Të kanë vrarë general. Kanë qenë grupi rrezikshëm, Irani konsideron grup terrorist dhe grup... Irani përcakton grup terrorist dhe grup tradhtar, për arsye se kanë marrë pjesë në luftën kundër Iranit për krah Irakut. Dhe Iraku i mori dhe i vuri në kampe dhe i stërviti ushtarakisht duke formuar me ta 2 brigada. Një brigadë tankesh dhe një brigadë këmbësorie. Dhe këto luftuan për krah Irakut në luftën 8 vjeçare ndaj Iranit. Dakor. Kjo është një nga arsye. Je me këtë linjë, Ja me këtë linjë, por ka diçka tjetër që nga informacionet që unë kam lexuar, nuk është një grup popullor në Iran. Dhe një nga arsyet është pikërisht kjo, sepse gjatë luftës Iran me Irak, luftuan krahët të Irakut, nuk luftuan krahët e Iranit, por pasi kush ishte në krye të Iranit, pra nuk e kanë atë bazën popullore në Iran për të qenë një lloj opozite brenda Iranit, dhe unë kam përshtypjen që janë mbajtur si një lloj opozite jashtë Iranit, por pa një bazë brenda saj. Brenda Iranit me shumë mundësi, pak në këtë moment ka disa kandidat për opozitë, ka disa kandidat që mund të jenë pasues të Ajatollahut, ish i biri mbretit. Mund të jenë? Nuk mendoj që mund të jenë këta, Pse e bën këto? Pse e bën Amerika këto? Sepse ka qenë vetëm opozitë, si thua, jashtë Iranit, dhe mundësia për të patur një opozitë brenda Iranit ka qenë më e vështirë. Ndërmjet tyre dhe trashëgimtarëve të mbretit? Jo, i kanë mbajtur për... Kush janë më interesant? Unë mendoj që mundësia më e madhe për pasuesën e Ajatollahu do jetë një version i moderuar i regjimit në cilën ndodhem sot. Shtetet e Bashkuara dhe Anglia i kanë mbajtur këta për arsye se i ka përdorur gjërësisht për aksionet diversioniste në Irak, në Iran. Dhe para 6 viteve kemi aktivitetin e fundit të njësive të këtyre brenda Iranit, kur u vran 2 shkencëtarë iranian, njërin në Teheran, njërin në Isfahan, dhe bombat u vunë nga antarë të këtij grupi. Pra hera e fundit që janë Jo nga këta që janë këtu vene. Jo nga këta që janë këtu, sepse ky grup është shumë i shpërndar, pra kanë në Shqipëri është pjesa më e madhe, pastaj janë në Francë, në Turqi, ka gjithandej. Unë duhet ta shoh në aspektin e Shqipërisë, si përsëritet historia. Dikur Enver Hoxha dhe Partia Komuniste ka pa marrë prej këtyne grupeve komuniste iraniane dhe i ka stërvit këtu. Edhe sot e përsëriti dhe Edi Rama këtë gjë. Që është përsëritje historisë, nërsa përsa... Po për Ahmadinejadin, që ka pas qërtu. Po jo vetëm Ahmadinejad, ka pas grupe tjera të komunistave të Iranit që ka... Ka një diferencë, atë e Enver Hoxha i merre për Esad vetë, ose Rama se asin Amerikanët. Po Rama kështu thot për hermi solen... Që dhe thoshe Trumpi? Trumpi nuk i soli. 2017 Trumpi ka qenë? Trumpi ka qenë, po ishte fillimi ti, atër fillimin e ti që do bëndet është i vogël kurra, jem shumë i madh, por kur këta kanë ardhur në pranverë 2017 duket Trumpisti e emisionit. Ja kish marrë dorën akoma në atë. Po jo, unë jam shqiptar. Para se me kënë Trumpist, jam shqiptar, zoti Shej. Jam shqiptar, zoti me Ka shqiptar që thot Trumpit jo? Shqiptar për qenë kundër interesave kombëtare i thomun i pare jo. Që jam protrim. Ishin për shqiptar që ka pushtet, se kështu... Aha, për shqiptar që ka pushtet, këta qënë shumica e tyre ndoshta nuk i mbrojnë interesat dhe... Okej, vazhdo, atë do më thënë ti mendon që... Jo, duke parë edhe faktin që ata si opozit nuk përbojnë nej rrezik për regjimin në Iran dhe sondazhet e tregojnë qartë që ata nuk janë faktor, nuk besoj se ne mund të jemi target. Sikur tishim me pas mbretin këtu, se mbreti i Iranit ka dalë Shah Pasarsi dhe ka bën një thirrje dhe ka thonë jam gati të kthehem, dhe populariteti i tij në Iran është shumë herë më i madh se i këtyre. Pra ai shihet. Unë pasi dëgjova, më thon drejtën, edhe nuk ishte shumë charmant, ishte edhe as kishte rregulluar as dhëmbat as si. Jo, në fakt me paraardhësin e tij dukej shumë i zbehtë, me të thënë drejtën. Baba vetë ishte king. Ishte edhe mua ashtu mu duk. Më i zbehtë. Ky ishte dalë kështu një... Nga mënyra se si Mossadi e ka penetruar Iranin, siç duket qartazi, kam përshtypjen që Mossadi duhet ta ketë gjetur tashmë kush do jetë pasardhësi. A ka gjetur Mossadi? A mund të shtojmë vetëm një diçka? Po, bëni bisedë, aktualisht në Manz nuk është se ka luftëtar aktiv, duhet ta theksojmë këtë gjë. Edhe mesazhi direkt, ë? Jo, më janë shënime që unë kam bërë. Dhe sigurisht që këta kanë qenë të akuzuar për provokime lufte, kanë qenë njerëz që... Çfarë nënkupton me luftëtar aktiv? Nuk është se kryen veprim ushtarak, ata nuk është se përgatiten. Ata janë refugjat politik. Ja, e di pse dua ta shpjegoj tani. Dua ta shpjegoj për një gjë. Kjo operacionin që u bër nga ana e policisë shqiptare me vendim të SPAK-ut, me urdhër të SPAK-ut,
në qershor të 2023-shit, kishte 1000 policë që hynë brenda në kamp. Dhe ç'a ndodhi? Me vendim gjykate, sigurisht. 15 policë u lënduan. Në atë kohë, 21 antar të Mekut u lënduan. Policia sekuestroi gati 150 deri në 170 kompjuter elektronik, laptop, servera. Çka tregon që ata janë shumë të prirur që ideologjinë politike ta bëjnë nëpërmjet krimit kibernetik, për të cilën një pjesë e mirë e tyre janë të akuzuar dhe në shtetin e tyre për krime kibernetike. Meku pretendon se një antar... Kjo i bën luftar aktiv, ata se luftar aktiv nuk je vetëm që ke marrë armën. Lufta kibernetike tashmë është pjesë e luftës hibride. Pra, që edhe kontrolli që u bë. Dhe ka kohë që pjesa e luftës, pra lufta kibernetike quhet terrorizëm. Dakor, ja. Po dhe kjo aftësi ju hoq pas kontrollit. Besojnë në 3000 pas kontrollit. Se ata po përgatiten në mënyrë luftarake. Jo, po ata janë 50 vjeç kusur, s'kan çfarë përgatitur, se ata janë përgatitur, ata kanë 8 vjet eksperiencë luftës, kanë nevojë të përgatiten më. Ata mund të jenë instruktor, mirë. Do të bëj një pyetje lart. Po nuk ka të ri. Të ri s'ka. Dikur kam pas bërë një emision që e titulloja Pika mbi. Pra domethënë metaforikisht është pika mbi. Ka përshtypjen tani në gjithë ngjarjet që po ndodhe dhe Enita që nga konsideroj shumë profesionalizmi tha dhe drejta ndërkombëtare pra drejta që vendos të dobtin dhe të fortin në një plan barabartë përpara ligjit, po bie, ka rënë në segmente të caktuara. Pra ligji i xhunglës po del nga xhungla. Varet për cilën xhungël flasim zhej. Ja pritë se kam bërë pyte, po ti jo, në rregull, jo mirë. Dakor. Ti e gati dhe, pëse ti ke dhe më lexon dhe mënde. Pyte ime është kjo botë që po vjen, është me rrezikshme me mirë, sa që po lën pas, po lën një botë pas dhe po vjen një botë e re? Më mirë apo më keq? Si është shefti? Kjo botë që po vjen vështron ngul tazi drejt së kaluarës. Pra, ne rendim me vrap drejt së pasmes. Në vitin 732 të erës sonë, do me thënë, në një letër që papati i dërgon Mikaelit II të Konstantinopojës, i kërkon me ngulm, do me thënë që të rivendoseshit Ilirikumi lindor, pra Dardania me kryeqytet Shkupin, t'i kalon dhe sërish papatit, sepse i kishin kaluar Konstantinopojës. Kjo të regon për atë që queshin epirotët i lirë ortodoks, të cilët flisin Shqip. Këte vërdeton edhe në malin Atos kemi varin e Reposhit, që quet Skanderbej Pirg. Këta zyrtarët ta nuk shkojnë da vizitojnë, ndërkohë fqinjët tanë më verior shkojnë dhe vizitojnë dhe e shpallën dhe si të tyret, po nejse, kjo është një çështje tjetër. Kurse në 31 dhjetor 1460 Skënderbeu, kur i dërgon një letër princit Orsini të Tarantos, i thot që në italisht thot Mesadin ne quhemi Epirot. Pse i them të gjitha këto? Sepse pa pritur pastaj vjen perandoria otomane, e cila në tëra këto vise, pasi i shpopullon, djeg kalat, shkatron kalat që mundej, zbarkon popullsi në zonat fushore dhe sjell kolon të huaj për t'i mbushur ato. Dhe nga 475 timare që kemi në vitin 1431, 80% janë të populluara me të huaj, kryesisht qeverisen nga spahi të huaj, që do të thot çfarë? Janë kolon të ardhur në viset arbërore, këtu do me thënë të thras trushkullurve që bëjnë deklaratat me kuleqër në për Kosovë dhe i thonë vetes Kosovar, do me thënë thirini truve të kokës se jeni shqiptar. Ne vërtet mund t'jemi nga Labëria, nga Mërdita, nga Shkodra, nga Ulqini, po jemi shqiptar. Thirini truve të kokës, do me thënë shkundin i fort. Po që do? Në 1638, 12.000 quna nga viset arbërore meren për Jeniçer. Dhe deri në vitin në shekullin 18, popullohet pjesa territoriale fushore e viseve shqiptare
me kolon të huaj, dhe kur themi fushore, flasim fush Kosovë, flasim në fush Korç, flasim gjithë Shqipëria e mesme, flasim fush Shkodër, pse çuditeni ju që para 10 vjetësh vinë 3.000 iranian në Shqipëri? Ne i kemi tradit këtë gjë. Që të përqëndruhemi pak. E kishe, përveç se një pikë bie, kështë dhe një polemik me Polumbin. Tani me Polumbin, me Skifterin, me këtë doj. Nuk është atysh, ne jemi Shqiponja. Dim që Polumbi është i paqes, po ne jemi bitë e Shqipes. Kështu që ne gabimet historike nuk kemi nevojë pse t'i përsërisim. Ne duhet të dim një gjë, të gjitha këta që përkrajnë mujahedinët dhe regjimin, duhet të dim një gjë. Thirini pak mendjes në veri. Irani nuk e njeh Kosovën. Edhe njerë. Irani nuk e njeh, ka të bëj me mua. Goxha s'ka të bëj me ty, ka të bëj me mua. Dakor, në rregull. Irani nuk e njeh Kosovën. Marrëdhënie diplomatike Shqipëria me Iranin i ka ndërprer. Se çdoni ju që shkoni aty, do të thënë lavazhin e trurit. Jo, mos ka të bëj me lavazh truri kjo. Ka të bëj, për mua ka të bëj, më beso mua. Dhe pastaj, po më si drejtohesh do të një popullin në këtë mënyrë. Do i drejtohem unë si në dua. Drejtohesh se kur kushi. Si? Nuk i drejtohesh do të një popullin në këtë mënyrë, mos e këmbësh një popull. Se si je? Si mos e kur kushi. Jam Lert Vasili. Po edhe çfarë pastaj? Jam Lert Vasili. Edhe çfarë pastaj më? Kush është Lert Vasili? Çfarë? Çfarë jeti? Dili jashtë dhe pyet. Hajde dalim bashkë jashtë kur duash. Jo, dili jashtë dhe pyet. Hajde dalim bashkë jashtë. Unë s'kam se dal. E patere? S'kam se dal, se po dola unë... E patere mos i drejtosh, se kjeti takri drejtosh të popullin në të mënyrë. Pra, kjo popullësi shqipfolse, Jo me janë shqiptarët, asë janë shqipfolës. Që janë shqipfolës nga shembull 18, kolon të huaj. Jo, mërë, nuk janë... Nuk kanë ndërgjegje shqiptare. Kanë ndërgjegje fetare. Nuk janë shqipfolës, janë shqiptarët, nuk janë shqipfolës. Jo. Shqipfolës je ti. Jo. Se ti po thua, Irani shuje, ku ishe ti? Ku ishe ti kur Kosova digje? Ku ishe ti? Ku ishe ti, mërë zëtëri, masi ti që nga shqiptarë? Ku ishe ti? Kur unë luftoja për Shqipëri. Po, ku ishe ti? Pikërisht. Do t'a them pastaj në vesh. Atere, se pas është konfidencial informacioni, nuk ta do të shumë. Falas, Goxhaj, nuk ta do të falas. Më lërë ta përfundoj në regull. Sa para doni, po ishën Amerikanët ata që në thanë, jo, sepse kur i pyetëm i thanë, këta në këtë thanë, jo, sepse për arsye se nesë do ju akuzojnë, nuk do t'i merë një asë gjë. Dhe erdhëm dhe në dhanë çfarë të lëndimet të kishim nevoj. Ja pra kjo sepse flisim pa i ditur gjëra. Këta iranianët erdhëm. Kujt i thanë? Erdhëm, ne më takuan. Neve kujt? Po më takuan ushinë shqiptarët Kosovës. Neve kujt? Takuan zyrtarisht ushinë shqiptarët Kosovës dhe ofruan çdo lloj ndihme. Po në bisedime me amerikanët na thanë jo. Po më në 99. Unë isha te shekulli 18. Po çrëndsi ka se s'ka rëndsi, nga shekulli 18. Ti në thënë se ti ste. Këto ka përcimet kohore. Ti ka përcimet kohore, se ti shkove në 2008. Përcimet kohore po i bën ti. Unë jam në 99. Ti ste Irani se një Kosovën. Kosova u shpall shtet në 2008. Ka përcimin e bërë ti. Dëgjoj. Nuk bëra unë asi ka përcim. Bërë ti ka përcim. Ba më në qaflet. Ba më në qaflet. Shko, Goxhaj, unë mund të vazhdoj të flasë. Ti e di që nuk bi vendosje është do të. Po nga respekti që kam, nga respekti që kam për historinë dhe personale, dhe që ke hequr, unë po të le të flasësh. Por, neve, ti e di shumë mirë, që këto troje janë popullura nga shqiptar dhe shqipfolës. E di ti shumë mirë. Të cilët nuk shkojnë sipas po si përcaktëm do të unë e timër kush janë shqiptarët dhe janë shqipfolës më feja e shqiptarit dhe shqiptaria. Po shkojnë në bazë të asaj që i thonë qarqet ekstremiste. Nuk e përcaktojmë do të unë e ti kush janë shqiptarët. Qoftë se të gjojmë qarqet ekstremiste, sipas teje, i bje që jugu i Shqipëris t'i kaloj Greqis me një varë. Jo, nuk i kaloj Shqipëris. Jo, mërë, nuk të thashë si janë shqiptarët të qenit ortodoks. Ty të vjen, kryetari një vëndi dhe thotë ne mi vlezri tuaj. Nuk t'i gjotë se flasë unë bëty. Asë Goxha nuk t'i gjotë. Sepse kam mikrofonin më të një dolar. Jo, nuk është respekt. është sepse kam dërë në fjallës të emisionin tim. Tjetër. Të vërë, oke, farin dhe. Tani, ajo që tha Goxhaj, Goxhaj ka qenë në front, ne kemi qenë në frontin, unë kam qenë në frontin mediatik të luftës Kosovës. Edhe unë ja them jashtë në Goxhajt, ose ja them të kësë, nuk mund të them të qëra në kam. Anyway,
Dhe gjëja më e rrezikshme do ishte që ushtria qendrore e Kosovës të bënte front përbashkët me mujahedinët iranianë që erdhën për ta shndruar luftën shqiptare. Të dëgjova, luftën shqiptare të Kosovës në një luftë fetare. Katastrofë. Po e ndarron Kastile, nuk thash me mujahedinët. Thash. Regullisht atëre. Të le të kuptojë. Thena kanë humbur. Është situatë që kanë çliruar. Jo, kjo ishte. Nuk na kanë çliruar ata. Basa saj. Jo, më nuk po them se Basa saj vinte lufta fetare. Katastrofë. Ne kishim luftën me kuqezi. Kanë bërë sulmin kibernetik në Shqipëri. Shqipëria ka ndërprer marrëdhënie diplomatike. Dhe ne kemi zgjidhur drejtimin. Është Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Ne kemi parë këtu, ti ke qenë aty? Kanal Shqipëri. Ore kanal Shqipëri u bën gati. Erdhi Cia dhe Inxorias. Ore se çka në Shqipëri, te neve serdhën. Te neve erdhën vetëm për këtë. Biseda ka qenë vetëm kjo. Po s'më intereson më çfarë erdhën, do të them te neve. Në sektorin ku ti luftoje. Duke qenë se ne jemi një popull tolerant, jashtëzakonisht, ne i kemi pranuar kolonët e huaj me fenë e tyre. Po jo të vi momenti që të diktojnë të shkosh të vritesh ti aty për një luftë që s'është e jotja, që është më tepër ka të bëj me disa ekstremist fetar. Për kë luftë po flet? Dakor. Për Sirinë. Për kë luftë po flet më? Mos keq. Tani, për Sirinë po flas. Aman. Do të thësh komplet diçka tjetër. Për derbin Partizani Tirana, për kë nuk po flas më vëlla. Do të kalojmë në tet tjetër. Do të kalojmë në tet tjetër. Dakor, Goxhaj. Do të kalojmë në një tet tjetër. Ne ky savati s'kishte ide për këtë. Për iranianët në luftën e Kosovës, Unë mendoj që kjo... Jo, me nuk janë iranianë në luftën e Kosovës. Është shteti i Iranit, jo iranianë. A ishte Ayatollah. Jo, me shteti i Iranit. Shteti i Iranit nuk është përbërë nga Kinezi. Republika Islamike më zotëri. Mirë pa tani. Dhe nuk solli njerëz. Shiko. Tha armatime dhe para. Një shtet laik dhe një shtet fetar janë dy gjëra ndryshme. Ti di shumë mirë. Po s'ka rëndësi më. Mirë. Unë them që ne u bë shumë mirë që amerikanët na shpëtuan 2 herë, sepse ti ke qenë në luftë, ne kemi qenë në luftë mediatike dhe Milošević dhe gjithë lobi i serb thoshte që lufta e Kosovës është luftë midis të krishterëve dhe muslimanëve. Po e kam dëgjuar të normalisht. Dhe një sekond pra. Dhe unë që të da vish para them këtu, kam bërë një servicio e thonë italianë, kam qenë bashkë me një gazetarë shumë famshëm italian të kanalit 5 dhe kemi shkuar, sepse kjo tezë mbretëroi në mediat perëndimore që shqiptarët janë islamik dhe janë fundamentalistë dhe serbët po bëjnë një luftë kristianizuese në Kosovë. Ndërkohë që kur unë çova një trup gazetarësh të kanalit 5 dhe pastaj edhe CNN-i, në 2 kisha në Gjakov dhe Pej kisha katolike, që ata i kishin ndjekur bashkë me xhamiat. Dhe i thash, ja ku keni, pra këta nuk e kanë me xhamin dhe me islamizmin, këta e kanë çfarë është besim shqiptar, duhet djegur. Dhe u rrëzua një mit që serbët ishin kundër shqiptarëve dhe jo kundër muslimanëve shqiptarë. Nuk kupton? Po se ke qenë luftë pra nuk i di. Po si se dikte po. Po e mbrojtën në këtë front. Dhe po të vinin dhe iranianët aty. Po vinin baronte loja. Po bën ato serdhën iranianët. Po vinte nga Republika Islamike pra po them tani. Kjo fakt historik. Nuk erdhën se nuk i lanë këtu. Ata erdhën. Ore nuk solli njëri luftë. Po mi kë përfaqëson këtu më vëlla? Mirë. Si? Kë përfaqëson? Unë përfaqësoj dritanin nëse drejt. Të lumt, ti përfaqëson historinë tënde personale, aq të vuajtur. Aq të vuajtur. Për këto troje, çpun ke me ata më vëlla. Lëri këto. Lëri. Po unë jam me drejtën. Pikërisht. Dhe ata sot janë me drejt tyre. Dhe janë të drejtë. S'ka të bëj se ti po e bërcetare. Në tragjedit antikitetit, se cili ka të drejt. Në fund përfundojnë të ferur të gjithë. Nuk jetojmë në antikitet. E di pse, dhe është gabim. Sepse po dëgjonim Aristotelin, do përfundonim këtu.